E kuqe për nafazolin, që do të thotë ndërpre me njëherë është rasti, kur gjatë përdorimit të saj shkaktohet hipertension arterial i rrezikshëm. Veçanërisht kjo e mundshme tek të sëmurët me tension ose sëmundje zemre. Shenjat e një krize hipertensive janë dhimbje të forta koke, dhimbje në gjoks, marrje mendsh, marrje fryme dhe vlera tensioni mbi 170 ose 180 mm shtyllëzhive. Në një rast të tillë, nafazolin duhet të ndërpritet menjëherë dhe të kërkohet ndihma mjekësore për uljen graduale të tensionit. Ky është një informacion i shkurtër, apo siç quhet ndryshe shorts. Informacionin e plot e gjeni në kanalin Semafori Barnave në YouTube, kanal dedikuar informimit dhe edukimit mjekësor për barnat. Mos harroni të bëni subscribe. Abonimet në këtë kanal gjatë vitit 2025 do t'jenë falas. Jeni të mirëpritur.